Flamurtari dhe Teuta kanë thuruar një barazim 2-2 dramatik mes tyre në Vlorë, por një ndeshje të shënuar edhe nga ndërprerja për rreth 22 minutash për shkak të një përplasje në fushë mes lojtarëve vendas dhe atyre miq. Përplasje të cilës janë bashkuar më pas edhe një pjesë e tifozerisë së Flamurtarit. Është dashur ndërhyrja e gjyqtarit, por edhe forcave të rendit për të normalizuar situatën me këtë të fundit, që ka bërë të mundur edhe largimin e tifozëve nga tribuna përballë me qëllimin e vetëm për të rinisur ndeshja. Ekipi dursak ishte më i kujdesshëm në pjesën e parë të takimit, ku ja dolën të ndalnin vrullin e ekipit të Flamurtarit dhe të gjenin edhe avantazhin me anë të mesfushorit të Boçi. Me rezultatin 0-1 është mbyllur edhe pjesa e parë e takimit. Në pjesën e dytë ekipi Flamurtarit ka hyrë më i vendosur në fushën e lojës në kërkim të golit të barazimit, por ka ndodhur edhe akti në minutën e 68. Aty ku pas një përplasje midis lojtarëve vendas dhe atyre të Teutës, ndërsa dhe disa tifozë janë futur pranë zonës së fushës, teksa është dashur e ndërhyrja e forcave të rendit për të normalizuar situatën dhe për të larguar edhe tifozët nga fusha e lojës, por edhe për të bërë të mundur qetësimin e situatës. Gjyqtari kryesor i ndeshjes, duke parë situatën e acaruar dhe tensionin e krijuar në fushën e lojës, që tifozët të cilët ndodheshin në tribunën përkarshi të largoheshin, vetëm në këtë mënyrë do të niste edhe ndeshja. Dhe kështu ka ndodhur. Pas rreth 22 minutash ndërprerje ka rinisur gjithçka, me Flamurtarin që është më kërkues në lojë, duke gjetur edhe golin e barazimit me anë të grekut Çantakias. Madje në minutën e 90 Flamurtari do të gjejë edhe golin e dytë, ku do të jetë Shafi duke çuar shifrat 2-1. Dhe atëherë kur u mendua se gjithçka do të mbyllet me fitoren e Flamurtarit, në minutën e 97 do të vinte goli barazimit me anë të mbrojtësit Iazxhi nga ana e Teutës. Mbyllet gjithçka 2-2 në një ndeshje ku i ka patur të gjitha: tension, acarime, tifozë të cilët janë larguar nga fusha e lojës, por edhe nga tribuna, pasi barazimi nuk ishte rezultati i kërkuar si nga Flamurtari ashtu edhe nga Teuta. Pas ndeshjes, trajneri i Flamurtarit Francesco Moreiro ka theksuar se ishte mjaft i acaruar me rezultatin e ndeshjes, ku për vetëm pak sekonda i kanë ikur nga duart 3 pikë. Che non va? Non va, sono molto arrabbiato. 5 secondi per conquistare 3 punti che stiamo combattendo da tante settimane. Per questi 3 punti, soprattutto in casa, vicino al nostro pubblico. I ragazzi hanno dato tutto, hanno reagito, abbiamo recuperato, abbiamo sofferto. Bisogna essere un po' più lucidi per analizzare questa sconfitta. Per quello che hanno dato i ragazzi in campo meritavamo un qualcosa in più. Però noi... a fine anno e poi a gennaio. Sì, ma non possiamo guardare così lontano, noi dobbiamo andare partita dopo partita. Come ho sempre detto a loro, le partite finiscono quando l'arbitro fischia. 5 secondi per raggiungere 3 punti troppo importanti per noi. Però noi, almeno da parte mia e da parte dei ragazzi, noi non molliamo. Noi sappiamo chi siamo e dobbiamo andare avanti con coraggio, cercare di portare a casa più punti possibili. È ancora lontano, però cosa aspettiamo a gennaio? Vediamo, io parlo sempre con la società, vediamo quello che sarà possibile prendere, poi sono cose che risolverò con la società. Ecco. Nga ana tjetër, edhe trajneri i Teutës Enkelej Dobi është shprehur i pakënaqur me rezultatin e ndeshjes, ku sipas tij Teuta ka shumë barazime, ndërsa ka theksuar se synimi mbetet 4-shja e parë. Kënaqur me barazimin? Jo, as pak që shënum në sekondën e fundit, minutën e fundit, po themi po. Se do ishte akoma më keq, do ishim akoma më të mërzitur, por jemi të mërzitur. Me mërzitur, unë nuk kam qef, jam trajner, unë merrem vetëm pjesën e futbollit, ato gjëra që i tham edhe që nuk duhet ndodhin, domethënë, ajo gati 30 minutë pushim nuk na bëri mirë, në mënyrën kur u kthim nuk ishim vetvete, nuk ishim ai ekip që deri në po themi minutë 68, nuk po themi që kishim kontrollin total, por kishim bërë më vështirë, kishim shënuar, kishim kontrollin, nuk kishim lanë Flamurtarin që të kishte edhe situata të pastra ose shënimi, mbile se po mundonin ta marrim sa më larg dhe po funksiononte. Pastaj i çik me ndrimin e voltaj që ishim detyruar ta bënim edhe për arsye shëndeti dhe për arsye të kartonit, sa rrezikonte, duhet me thënë të vërtetën. Unë jam gjithkohë tamam rishtrem dhe fol drejt. Por mënyra se si e interpretuam mbas incidentit që u bë mbas gjithaj të pushimit gjatë, nuk jam as pak i kënaqur nga mënyra se si po funksiononin, s'duhet na ndodhi kjo gjë. Barazimi 4 nuk kena ardhur për barazim, edhe ashtu e kishim lanë në gjithë javën që kemi mjaft me barazime, basta. Domethënë që mund të themi se s'po na çën kërkundi 10 barazime
Dhe ishte më mirë 5 fitore, 5 humbje dhe gjithmonë do kishim 5 pikë më shumë. Na vjen keq sepse donim të luftonim për ato kadre që ishim gjithkohës. Tani duhet me shtrëngu rripin, kemi edhe ndeshje të martën. Duhet me menduar tani për nesër me Ignatën edhe them që reagimi më i mirë, domethënë ose mënyra më e mirë e të sjellit ose të arresës kësaj të barazimit sot është që të reagojmë me ndeshjen me Ignatën edhe me fitore do ishte akoma më mirë. Tashmë ekipi flamurtarit në ndeshjen e fundit për vitin 2025 do ta luajë ditën e mërkurë, ku në orën 16:30 do të luajë përballë Vllaznisë në Shkodër në stadiumin Loro Borriçi.